Shkolla m'pej, kështu që edhe pati m'pej, m'pëlqej qyteti. Jam martuar 18 vjeçare, po, nëse për mua kanë dashuria e parë dhe sot është bashorti jam. Jo, s'jam peshmanërisht se shqyr Zotit ku më qellu një familje shumë të mirë, që më kam përkrah dhe nuk mi kanë ndalu ëndrat e mia, kom vazhdu me punën, senet. Me dikon kur jeton nuk mundet mos me dash, ta vëdin, se është kjo diçka të merr me jetu me dikon mos me dash. Shumë raportet mira, halam një mon mu vjera jame, sot unë punoj, ajo edhe merret me fëmijë. Po, unë e thirrje Nana Sofi, edhe me gjithë se krejt familjarisht me fëmijë, me krejt edhe reja tjera e thirrje Nana Sofi, krejt përgjithësi, ajo është Nana Sofi për neve. Unë thash vajzë, po ti gruqenke. Po. Apo që sa e re? Unë e me Prizrenit, e martu me këtu m'pej. Po. Do të Prizrenin të pej. Unë thash vajzë, po ti gruqenke. Po. Shkolla m'pej, kështu që edhe pati m'pej, m'pëlqej qyteti, m'pëlqej peja. Ku e takove bashortin tonë? Në shkollë janë, ka në shkollë të artit bashkë. Shkollë të artit, sa mirë. Atë kujtohet pak ai takimi i parë që kemi pas. Vëllai, normal se shoqni në shkollë aten. Tani normal që aty kena fillu lidhjen, martesën e krejt tani për qatë shit. Takimi i parë që sot e kujtoni, çka kur e pa për të parë, çka thove? Vëllai, nuk është që më kujtohet edhe shumë se ka ndodhur para 19 vjetë. Po, se 16 vite jam e martume. 16 vjeçare e martume? Jo, jam martuar 18 vjeçare, po që më shumë se 19 vjetë, se 16 vjeçare që 16 vjetë e martume aten. Plus vitet përpara në shkollë. Kështu që goxha, gati 20 vjetë në pej qëto. A është kjo dashuria parë që e dashuru me ta? Po, normal, po, është normal. Sa besoni këtoni që dashurin shikim parë? O kanë, nëse për mua kanë dashuria e parë dhe sot është bashorti jam. Qaftë e fundit? Po, i kena 3 fëmijë bashkë, e kam 2 djem, edhe një qik. Kështu që aden mirë jena, shqyr Zotit, ja ka vlejt aden. Për që të farë lidhjen që e kom pas prej një moshë shumë të re, edhe sot e kësaj dite mirë jena bashkë. A i peshman që ka që 8 vjeçare që e martu, që ka që reje? Jo, s'jam peshmanërisht se shqyr Zotit ku më qellu një familje shumë të mirë, që më kam përkrah dhe nuk mi kanë ndalu ëndrat e mia, kom vazhdu me punën, senet. E kam një jetë shumë të mirë familjare, ade nuk kur nuk jam peshmanit. Se nuk më kanë trajtu thjesht si zakonisht që shë trajta njerëz, po tamam më kanë afru, familje, më kanë trajtu shumë mirë. Familja e burrit, apo? Po, familja e burrit. Sa mirë që thua se shumica e grave nuk jetojnë, familja e burrit në kanë trajtu kaq mirë. Ja, dhe sot e kësaj dite unë jetoj me 2 vjerit aden, edhe kam shumë raportet mira, halam një mon mu vjera jame, sot unë punoj, ajo edhe merret me fëmijë. Kështu që s'kam çka me thonë diçka keq, kur s'është keq, s'muj me thonë keq, apo den. Një nën e dytë për mduket? Po, sigurisht, përderisa unë që jam të shku për punë bile, edhe përderisa i kom lanë fëmijën i lot qeta, pëden, e di që merret me ta, e di që i këqyr. Kështu që nashti janë tralla këto raporteve shqyr Zotit mirë, mirë, po më ndihmojnë shumë. Normal edhe unë për qatë familje punoj, me kontribu që aty që, ama kështu shumë mirë. Kena raporte shumë të mira, shumë mirë, shumë talentim. Tradicionale një grua. Faleminderit. Sa nuk po i dojnë. Ja, absolut s'kam diçka kur bashkë jetoj, për shembull me ta e krejt. Me dikon kur jeton nuk mundet mos me dash, ta vëdin. Se është kjo diçka të merr me jetu me dikon mos me dash. Edhe me gjithë se ditë sotit nuk ekziston, nëse nuk jeton, nuk jeton. Kështu që kena raporte shumë të mira dhe pse mos me jetu, kur po më dalin krah mua edhe unë aty pse jo. Se shumicën e familjarëve dhe i kena jashtë. Kështu që veç na jena këtu, edhe ka ona jema, nena, familja jema janë jashtë, edhe këta burrit janë shumica jashtë, kështu që veç na jena pse, por njëri tjetrin pse mos me kanë. Edhe ata ndihmë për neve edhe na për ta. Lumë si ju. Faleminderit. Një grua nëse nuk ja don prind e burrit, se do në vatë burr. Vallai nashti çashtu është mentaliteti, përderisa nuk e don burrin, nuk ja respekton as familjen, se ai thjesht e ka nënë, bab, ti s'munesh mi andalu, nëse unë kam qef për prindë e mi, abden me kanë mirë, mi pa mirë, pse edhe për këta jo. Nuk muj me menu diçka keq kur nuk e menoj për prindin tam. Po familjen tonë dhe burri, qysh ti respekton ti familjen e burrit? A i të respekton? Po. Normal që i respekton, me gjithse mu m'bjerë ma rallë, kena kontakte pak ma trolla, se edhe pak ma largë puna, po ta imponon, jo puna, jo, na bjerë ma rallë me shkoa, mo
kur do është nevoja, përgjigj na dhone për familjen time gjithçka, nuk kam kurrë pengesa. Shumë ca burra kërkojnë respekt për familjen e vet, mirë po anaseltas për gruan nuk që respektojnë shumë. Valla nashti s'po di, nashti në kohët, nashti pak më përpara u kona, mund ditë sot s'ma mërmendja që ndjon ta din është respekti ndjonshëm. Ka raste nashti po për momentin aty unë familjarisht mirem, okej, avden. Edhe burri respekton familjen time aty ku duhet mi respektu. Normal edhe ata që kanë kontakt shumë me neve, avden. Nuk ju bjera sa atyve mu përzi shumë se dhaj një fjallë. Kështu që aden kena raportet mira burri me familjet jam unë me tina. Ajo shkon e ndërsjell shkon situata kur ajo respekton të dhe në tina. Ose kur unë ja respektoj familjen edhe ai mu. Se jo, avden, nëse do një familje e shnetshme më kanë edhe më kanë një marrëdhënie e mirë bashkëtorë. Normal që duhet me respektu, respekti i dyanshëm duhet më kanë. Vjerës tënde, a ka ndaj emën që i thuk kështu nën apo? Po, unë e thirrë Nana Sofi, edhe me gjithë se krejt familjarisht me fëmijë, me krejt edhe reja tjera e thirrë Nana Sofi, krejt përgjithësi, ajo është Nana Sofi për neve. Edhe e thirrim krejt, krejt e thirrim me fëmijë, me krejt çatë emën. A ka obligim të kusha për shë respekti duhet ta thërëm? Ja, por jo, veç unë thjesht e ndjej, apo den? Thjesht se me thirr emën ose s'po di. Thjesht e ndjej, por dirsa e thrasin krejt pse unë jo. Pse unë s'kam me thirr, kur është kraj jemi. Aden nuk kam arsye pse mos me thirr. E ndjej, thjesht e ndjej. Me thirrin çatë emën. Po, jo, edhe nuk e kom pas obligative, për shembull mi thirr në këto mënyrat non ose babës, nuk u kanë që e imponume. Thjesht është që ma ndje zemra që ashtu dhe okej. Po du në fund një mesazh nga një grua shumë e fortë, gjitha ato krave, nuseve, një shembull që qenke për t'u lavdëruar, çaj kisha thënë diçka, një mesazh. Një mesazh për krejt gratë është, unë për veti kisha thënë nëse kam u kanë një familje e mirë, do të me pasat edhe raport mirë, përderisa janë prind e burrit tanë, normal që duhet mi respektu, edhe atëherë kanë medalje dhe ndim, se nuk është penges, vjeria nuk janë penges, po janë edhe ndim shumë e madhe. Ata që dojnë me pas raportit mira, garant që ka mu ndërlidh shumë mirë, edhe kanë me pas raportit mira dhe familja normal ka me pas sukses. Zoti, faleminderit mirat njët, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit, kalofshit.